Beyoncé thot se gjithmonë ka dashur që të bëhet me fëmijë në moshën 30 vjeçare. Tani ajo është 29 vjeç dhe përvjetorin e lidhjes e ka në shtator. Këngëtarja deklaroi në një intervistë për CNN se ka dëshirë që ta zgjerojë familjen e saj. Intervista u regjistrua në Londër ku Beyoncé ndodhet për të promovuar albumin e saj të katërt. Duke folur për bashkëshortin e saj raperin Jay-Z, Beyoncé u mjaftua duke thënë se ai është i mrekullueshëm pa dhënë detaje të tjera. Jay-Z dhe unë kemi marrë një vendim që të bëhemi të njohur për muzikën tonë dhe jo për marrëdhënien apo për skandalet, tha Beyoncé. Hugh Hefner, krijuesi 85 vjeçari i Playboy, ka prezantuar modelen Shera Beckhart si të dashurën e tij të re, vetëm disa ditë pasi quajti një modele tjetër, Anna Sophia Burkland, vajzën më të mirë të tij. Hugh së fundi u nda nga Crystal Harris pasi ajo anulloi martesën e çiftit në minutën e fundit. Por sipas Hollywood Gossip, Hugh menjëherë ka gjetur dashurinë e tij të re, modelen Beckhart. Më mungon me si pres të rikthesh. Me dashuri Hugh ka shkruar ai në profilin e tij në Twitter gjatë fundjavës. Kur ishte detyruar nga vizitorët e profilit të tij të tregonte se kujt i drejtohet, ai kishte shkruar: "Postimi më mungon ishte për Shera Beckhart, e cila është larg në një promovim për Playmate." Duke qenë se George Clooney është sërish single, në Mbretërinë e Bashkuar ka filluar hedhja e pastëve për të gjetur se kush do të jetë dashura e tij e re. Sipas William Hill, agjencia e pasagjimeve britanik, favoritja për të zënë vendin Elisabeta Kanalis në krah të aktorit është Sandra Bullock me koeficient 3/1. E sigurisht nuk mund të mungonte Pippa Middleton që jepet me 12/1, ndërsa Lady Gaga ka një koeficient 500/1, e cila gjendet edhe në vendin e fundit. Clooney dhe Kanalis kanë bërë publike ndarjen javën e kaluar. Një kthese e papritur në Principatën e Monakos, dasma e shumë pritur mes princit Alberto dhe kampiones afrikane-jugore të notit Charlene Wittstock ka rrezikuar të anullohet sipas informacionit të përjashmës franceze Express. Megjithatë, Principata ka përgënjeshtuar formalisht deklarata duke i konsideruar si gënjeshtra. Gruaja e arshme e princit, shkruan Express, disa ditë më parë ka dashur të ndërpres përgatitjet e martesës së saj dhe të riniset për në Afrikën e Jugut për faj të burrit të saj të arshëm. Gjithçka me sa duket ka filluar një javë më parë, tregon gazeta, me nisjen e Charlene për në aeroportin e Nizas, ku ka dashur të udhtojë për në Afrikën e Jugut në një fluturim vetëm vajtje.